Policia e Fierit ka sekuestruar 109 kg kanabis sativa, ndërsa ka vënë në pranga 2 transportuesit e drogës. Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se lënda narkotike është sekuestruar në aksin rrugor Vlorë Fier, pranë fshatit Leva, ndërsa në pranga ka rënë shtetasit Gani Shehe, 57 vjeç, dhe 34 vjeçari Ermal Daja, që të dy banues në Vlorë. Lënda narkotike ishte e ndarë në 99 pako, e cila u gjetë fshehur në automjetin, me të cilin udhtonin 2 persona të arrestuar, ndërkohë policia po vjon hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në trafikun e drogës. Që në orët e para të mëngjesit të sotëm, policia e Kurbinit ka arrestuar 2 shtetas, përkatësisht Marke Bershimin, 45 vjeç, i cili akuzohet për heqje të palishme të lirisë së personit, si dhe shtetasin Ajeti Sufi, i cili ishte dënuar më parë nga gjykata me 6 vjet heqje lirie pasi akuzohet për vrasje në tentativë. Sokol Qosja, 40 vjeçari akuzuar për vrasje të mbetur në tentativë, është arrestuar sot nga policia e Elbasanit në fshatin Mjeks të komunës Shirgjan. Qosja ishte në kërkim që prej shtatorit të vitit 2013, ku pas një konflikti promotive pronësie me kushëririn e tij, e kishte goditur atë me thik në pjesë të ndryshme të trupit. Për këtë, gjykata ka lëshuar masën arrest me burg për 40 vjeçarin, arrestimi të cilit u bë i mundur mëngjesin e sotëm nga policia e Elbasanit.